lindore të Ukrainës. Dërsa presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij është pajtuar me propozimin e Amerikës për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe armiqësive me këtë shtet. Ai shtoi se çdo armpushim do të trajtojë mirë arsyet pse nisi ky konflikt dhe të parashohë zgjidhjen e secilës çështje në detaje. Thot se është i gatshëm për ujdin. Presidenti rus Vladimir Putin, përveç që ja bëri një falënderim miqësor homologut amerikan Donald Trump, kësaj radhe as nuk hezitoi të pajtohet më të për armpushim 30 ditor me Ukrainën. Këtë e tha të njëjtën në një konferencë të gjerë për media. Ne pajtohemi me propozimet për ndalimin e luftimeve, por ne vazhdojmë nga supozimi se armpushimi duhet të çojë në paqe të qëndrueshme dhe të heqë shkaqet rrëndësore të krizës. Putin tha kështu pas mbërritje së dërguarit të Trump në Moskë për bisedimet mbi armpushimin që Ukraina ka pranuar. Po ashtu edhe presidenti amerikan i beson deklaratat e homologut të tij rus. Bazuar në deklaratat që ai bëri sot, ato ishin goxha pozitive. Mendoj dhe shpresoj se Rusia do të bëjë gjithashtu marrëveshjen. Këtë Trump e tha në zyrën ovale gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, teksa lavdëroi punën e tij. E mysafiri tha që NATO duhet të ringjallërohet më tepër. Duhet të bëjmë më shumë, por unë me të vërtetë dua të punoj së bashku me ju në Prag të samitit të Hagës, për të siguruar që ne do të kemi një NATO e cila me të vërtetë është ringjallëruar në udhëheqjen tuaj. Bisedimet erdhën pasi Trump ka shprehur një mosgatishmëri për të mbrojtur anëtarët që nuk i përmbushin objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes në NATO. Fund edhe këtij edicioni informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me Gungjën dhe kolegët e mirë, mirupafshim.